Gjë që do më presi. Jeni e kënaqur me pjesëmarrjen? Absolutisht po. Pjesëmarrja prodhon një fitore. Do doni që të ishte më e lartë? Kjo është një gjë relative. Në momentin që ka një fitore, gjithmonë ka një analizë, por e rëndësishme është gjithmonë fitoria. Pas e fitore i kontim të qytetarët e Vlorës? Ashtu siç kam takuar çdo ditë qytetarët e Vlorës, do të jemi njerëz të përkushtuar dhe me ndjeshmëri për qytetin. Unë jam një grua që vjen nga rrugët e qytetit, i njoh ritmin e tij, i njoh energjinë e tij, jam e përkushtuar ndaj njerëzve të tij dhe kështu do vazhdoj. Zonja Mersini, emocion sonte? Emocion patjetër. Kujt ja dedikon fitoren? Partia Socialiste. Po gara me kundërshtarët si u duhet? Çfarë keni për kundërshtar? Gara është një garë. Kam respekt për dy qytetarët e mi, janë dy bashkëqytetarët e Vlorës që nesër mund të jenë kolegë në dyert e bashkisë, Gjergj Shantar ishte bashkiak dhe pa diskutim do të kemi takime të përditshme. Edhe Dionisi vjen nga bota e biznesit. A është pjesëmarrja ndoshta një mesazh për Partinë Socialiste për të reflektuar? Jo, nuk mendoj kështu. Ju e pat që edhe nga përqindja e votave ishte sigurisht ishin socialistët që kishin dalë për të votuar. Pjesëmarrja varet nga shumë fenomene që lidhen me faktin që ishin zgjedhje të pjesshme, që ishin pa këshilltar, që të deputetar, që ishin zgjedhje që nuk ishin kundërshtar të fortë dhe kur je pa kundërshtar si një ndeshje futbolli që kur s'ke kundërshtar stadiumi ngel bosha dhe kur dihet rezultati stadiumi ngel bosha. Kjo u vure edhe te bashkitë e tjera, besoj ju e pat, të gjitha bashkitë, të gjitha garat, të gjitha bashkitë e tjera patën një dhënie shumë të ndjeshme të pjesëmarrjes. Mo nuk më shqetëson këtë gjë, unë jam shumë i lumtur dhe u them këtë gjë se para kemi për herë të parë në Vlorë një kryetare bashkie grua, edhe është një grua që unë jam entuziast për ato që do ndodhi më mbrapa. Ajo që kaloi, nuk më bëjmë përshtypje fare, unë edhe ju do përfaqësoheni me çfarë do ndodhi në bashkinë e Vlorës duke filluar që nga dita e nesër në mënyrë simbolike, se po presim certifikimin sigurisht, dhe do jemi këtu në një bashkëbisedim dhe një rrugtim jo të shkurtër, por të bukur për Vlorën. A janë 2 vite mjaftueshëm? Do shënonit pastaj një 4 vjeçar tjetër apo është herët për sport? Kjo është shumë herë për sport. Faleminderit. Shumë faleminderit. Suksese. Shumë faleminderit. Patjetër, po të bëjmë falenderime në Bruno Mersini, Sofna, Nika, Bruno Mersini, Nika, Bruno Mersini. Bruno Mersini.